Në Japoni mund të marrësh burr me qira që do të dëgjoj pa të gjykuar, çmimi nis nga 10 euro. Tani këtë burrin ti mund ta përdorësh si të duash. Po burra me 20 ka? Qa vajtur vetë për 20? Erioni, ata... Dhe me çmimin 10... Nis nga 10 euro. Nga 10 euro ai rrigjit ditën, nuk flet fare? Ai nuk flet, ai bën biseda me ty, ulet në kafe, ti ndihesh vetëm me merr në kafe. Jo, është njëri prej mishit e gjaku, origjinal. Shishe. Origjinal, dhe mund të jetë çfarë do lloj moshe. Kohë që ka hecur Japonia shumë. Ata janë 10 hapa para nesh. Shumë interesante, e beson ti të konsiderohet edhe... Jo, unë po pres të dalin në gra me qera, se pa ato sa do jenë. Nuk e di sa lek janë ato. Po gratë kanë dalë apo hë këtë lajmë ke? Po gratë i kanë pagesat pak më të larta. Po, i kanë normal që i kanë... Duhen shtuar edhe ca zero nga prapa. Vetëm po filluan të besoni ju këtë lajmë, no? Unë besoj që në Japoni mund të prodhojnë çdo gjë, edhe burra. Jo, nuk e besoj ai shumë. Pse? Jam pak skeptike, po ku ka kohë burri tani të rrigjit ditën? Kush tha që s'ka kohë burri? Burr pasaj ta shtyt ditën me 10, duke nisur nga 10 dollar. 10 euro është 5 minutë që i parë, 5 minutë që 2 të 20. Jo, gjithë ditën thot 10 euro. Jo, ti e merr për sa orë të duash. Po. Ai ka orën 10 euro. Jo, dita. Dita 10 euro. Ta marr rend. Nuk e di. Se vaj ti shqiptar kishe marrë gjysmën e Japonisë me qera. Pas ka rënë shumë çmimin treg. Jo, s'është vërtet. Po ata janë. Jo se tani kujtoj, jo, kjo s'ka shans. Dakor. Mund të jetë vërtet. Nëse nuk e besoj. Çan të burra një herë. Dëgjoj, tani japonezët të rinë janë ndaj shumë simpatik, kështu që dhe 10 euro shumë i kanë. Për mendimin tim. Ajde rroft raca shqiptare. Shqiptarët lutem, nuk flasim Po, edhe japonezët si ke parë mirë ti se janë zbukuruar këto vitet e me apo hyje. Po ti ç'pun ke me japonezët ti? Po shikon filma. Jo, filma, po kanë ardhur turistët. I ke turistët në Tiranë mu këtu, brëndë i ke mu këtu. Pa levë në përbot.